Faqja Na ishte dikur kujton të paharruarin Anton Pashku në datën e lindjes. Anton Pashku lindi më 8 janar 1937 në Grazdanik, një fshat pranë Prizrenit, dhe u nda nga jeta më 31 tetor 1995 në Prishtinë. Ai është një nga figurat më të rëndësishme dhe më origjinale të letërsisë shqipe moderne, veçanërisht në prozë dhe dramaturgji. Gjatë jetës së tij, Pashku punoi në gazetën Rilindja, fillimisht si gazetar dhe më pas si redaktor i rubrikës së kulturës. Në 2 dekadat e fundit të jetës së tij, ai shërbeu si redaktor në shtëpinë botuese Rilindja, duke dhënë një kontribut të çmuar në botimin dhe promovimin e letërsisë shqipe. Që nga viti 1955, Anton Pashku nisi botimin e krijimeve të tij letrare. Proza e tij karakterizohet nga 3 qarqe themelore tematike: dashuria dhe vetmia, vetmia e kushtëzuar nga sistemi totalitar, si dhe dhuna e ushtruar mbi individin. Me një gjuhë simbolike dhe struktura moderne, ai solli një estetik të re në letërsinë shqipe. Ndër tregimet e tij më të njohura janë Nën qarr po rrinte vasha, Floçka, Kulla, Si e përshkruaj ëndrrën e vet njeriu me kapel, 2 fjalë për një plak, si dhe librat Kënaqësitë e Megalopolisit dhe Ania e dehur. Romani O, 1971, mbetet një nga veprat më me ndikim në prozën shqipe moderne. Në dramaturgji, dramat Sinkopa dhe Gof janë vënë në skenë në teatrin e Kosovës, në teatrin ITD të Zagrebit, në teatrin e Shkupit dhe në teatro të tjera shqiptare. Vepra e Anton Pashkut është sot një vlerë kulturore kombëtare dhe mësohet në të gjitha nivelet e arsimit ku ligjërohet letërsia bashkëkohore shqipe. Veprat kryesore: Tregimet, 1961, Një pjesë e lindjes, 1965, Kulla, 1968, Sinkopa, 1969, O, 1971, Kjasina, 1973, Gof, 1976, Lutjet e mbrëmjes, 1978, Tragjedi moderne, 1982. Anton Pashku mbetet një zë i veçantë dhe i pazëvendësueshëm i letërsisë shqipe. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton Na ishte dikur.